Tani Klejsa, është momenti që ti të shohësh veten në pasqyrë, nuk e ke parë deri më tani, edhe shijoja. Oh, wow. Okej, pyetja ishte bukur, po jo kaq. Shiko që do ishte bukur me një vajzë si ty, kjo s'kishte pikë dyshimi. Por që dole shumë e bukur dhe faleminderit që na dhe mundësinë të punonim edhe isha e gatshme për bashkëpunim. Është për t'u vlerësuar shumë. Edhe uroj që t'jesh e kënaqur. Të jetë ky ai ndryshimi që ti do tentoje ta bëje prapë, do dëshiroje ta bëje prapë. Më Çfarë të pëlqen më shumë. shumë, Klejsa? Atëherë, më pëlqen shumë forma e fustanit, e çara, modeli flokëve, edhe ngjyra, nuk është se janë aq ekstravagante, edhe janë pa aty ku mendoja, do Ja të të thënë. lutem. Dhe? Me flokët je okej? Me flokët Të shumë pëlqejnë? okej. Ndihesh mirë? Shumë mirë. Nuk është aq Ja, si ta ka them. qenë Klejsa dhe si është tani? Nxjerrin që këto flokët kështu se i ke shumë të bukura. Një yll. Të pëlqen vetja? Shumë. E kuptova që duhet të kishte pëlqyer shumë sepse po qëndroje gjatë para pasqyrës dhe ne vajzave kur na pëlqen vetja. Po. Është një element, një tipar dallues ky që rrim, shohim pasqyrën, rrim para pasqyrës.